qua dentro. Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Stezi. Unë jam Eleni, bashkë kemi Stezi në Zylfo. Atëherë si mund shikoni, keni shikuar nga klipet të fillimit. Jemi në Shqipëri, u kemi nisur sot në mëngjes, kemi pas avionin orën 7:55 minuta. Jemi shumë të lodhura, por më shumë unë jam super e ftofme, domethënë kam krejt hundën e bllokuar. Edhe ora është tani 12. Edhe po shkojmë të hajmë diçka tek Lebone, sepse mami ne kemi ardhur këto për tek dentisti të Kejte për mamin. Pastaj do ketë vizit. Akoma s'kam mbaruar unë. Ka bërë gjatë një vizitë vogël, por doktoresha, domethënë dentiste i ka këshilluar që të hante diçka, sepse do të bëj administracione të dhëmbëve. Edhe pastaj do ketë ndoshta vështirë të haj, sepse do të marrë edhe antibiotikun. Dhe prandaj i tha kështu. Tani ham diçka edhe do shkojmë, do ju tregojmë çdo gjë, si do shkoj çdo gjë. Kam pas free. Në Shqipëri më thash që të ndërpreva. Jemi vetëm në tria. Po, Girls Power. Do bëjmë namin. Lek. Ti harxhu këtë kati. Vai da te. Coco. Adesso non filmo in inizio. Mirëmëngjesi. Sa të mësjën nga gjumi. Okay. Është ora 6:13 minuta. Ne kemi flet gjumë nga momenti që kemi fikur aparatin deri tani në këtë moment. Edhe atëherë ne on do I laj nesër mëngjes vlog, sepse siç u thamë përpara, kemi një shooting me rrobat e Yuki Store dhe nuk dua t'i laj tani sepse nesër gjaj kam pizza, I njefni edhe ju tani flokët e mia. Dhe prandaj kam kap kështu, I kam bërë një bishtë. Okej, edhe pa gjel pasi gjo edhe po më rrinë. Nejse, thjesht vetëm që mos t'jeme, si me thonë, që t'jeme, si thuhet mama, di buona prezenza, që prezentimi mirë, që ndoshta edhe ju po në mu taku në rrugë, almeno jam pak e bukur, që e bukur. Cute, po. Atëherë, dje kemi qenë në qendrën e Modena, sepse juve të dini, atëherë nuk di për e njefni, por shqiptar që jetojnë në Itali, besoj që po, New Martina ka hap një dyqan që atëherë kjo vajza këtu ka hap një dyqan në Napoli, aty ku rrin ajo, për telefonat, për domethënë xhamat e telefonat, cover, kështu gjëra, aksesora për telefonin. Edhe ka hapur edhe në Modena. Edhe unë isha shumë e fiksuar që jo e fiksuar për këtë vajzën, por thjesht për menim që për nuk e di pse. Por më pëlqente kotë. Ishte fiksuar kotë. Edhe kam marrë një xham për telefonin, si mund shikoni. Edhe jam shumë proud. Po përveç këtë gjë që e kam paguaj 10 euro. Nuk më pëlqen. As mund, sepse nuk më ka vetë ajo, më ka vetë një vajzë tjetër për nejse. Kemi shkuar tek Sephora edhe kemi blejtë një kit të Rio de Janeiro mini size, sepse atëherë s'kemi marrë valigje, kemi marrë vetëm çanta shpine dhe mund të marrëshim vetëm produkte që ishin nga 100 ml.
Edhe kjo kremni këtu, mamit i kishte pëlqyer shumë dhe kishim menuar me blejt, por ishte shumë mililitre dhe nuk mund ta marrshim me vete këtu në Shqipëri. Dhe prandaj kemi menuar që ishte super kjo size, mini size, ku kemi parfumin këtu, shower cream gel, parfum që nuk është një parfum, është Ako parfumata ujë. po ujë për trupin, edhe kjo kremni këtu se janë super të bukura, edhe super të mira, ka njerë fantastike. Edhe kemi marrë edhe këtë, si është një Serum me vitamina C. Vitamin C për fytyrën. Edhe tani, mami tha që mund ta përdorim të ne besoj. Po do të lajt për parë. Ma? Mund ta përdorim me ne këtë. Po, këtë lajt kjo. Okej, lava fytyrën tani shkojmë të vejmë me pak serum. Si është? Si duke? Bo, që nuk është që e një të fytyra, është e bukur. Tani ju tregoj këtë kremin, se është super e vogël. Këto 3 produkte kemi paguajt 31 euro. Serumi mami sa e ke paguajt? Dhe 21. Sinceramente non me l'aspettavo, come diceva Silvia. Okej, tani do të vej, besoj. Jo, këtë vetëm se është shumë e pezante, shumë çatma, shumë nxehtë, dhe mami tha që jashtë ka dhapë. Duhet vej diçka më ndoshta trike në bardhë, atë ko çantaje, ujë. Përshëndetje nga unë, desha më ju tregu se po hapa çantën time tani. Edhe doja t'ju tregoj që kam bler një kostum dietë Zara. Është super i bukur, edhe ju e këshilloj edhe juve. Atëherë, ky është një lek jeansë, quhet, sepse s'në them bluze. Edhe ka marrë eme, bën 32,95 €, thuj mo 33 euro. Kështu që oza do t'ma shikoni edhe veshur. Do t'ju a tregoj edhe veshur. Edhe këto janë jeanset. Këto jeanset janë 42 italiano, 38 më thonë. Edhe kanë kushtuar, sa kanë bërë? 40 euro. Nesër do t'i veshi, se ndoshta do dalim në një darkë, nuk e di, shpresoj që të dalim, që të ham edhe diçka dhe t'i vesh. Kështu që do shkojmë edhe për tek Dëmbau. Dhe do vesh nesër. Tani po shkojmë të ham ndonjë akullore, se unë sot kam heshur edhe Dëmbauën. S'mund ta hapi. Edhe më kam vendosur pak kohë, se kishte marrë një infekcion. Edhe mbas 2 muaj mund të mbej edhe një provizorium. Po mbas 8 muaj, se mos gaboj, sa më kujtohet mirë, nesër do pyes edhe më mirë, mund të vendosi implantin. Kështu që është pak procedurë e gjatë, po pse? Sepse më ka vendos kockën, edhe kocka do zaj vendër, edhe nuk mund vendoset implanti pa u stabilizuar mirë kocka që më kanë vendosur. E kështu që ka shkuar çdo gjë mirë, edhe tani pak siklet. Nuk është dhimbje që s'durohet, po do të thonë në hanga kos, tani të shkët hangër, të haj edhe një ankullore, edhe është e bezdishme, po jo dhimbje. I'm ready. Sepse kam edhe pejt. Nuk e di kur do me heshin pejt, do e pyes nesër. Tani do marrim me vete, edhe të shkojmë, nuk e di ku të shkojmë. Atëherë unë vej ta çantën, tani vesh këto xhupi se është pak më e hollë se tjetri. Sa i mami këto është mbu shumë i rëndë për mësimin tim.
Anestesi këto kohë të fundit po zihemi shumë, nuk e di pse. No, ma nuk po zihemi shumë, që thjesht Thjesht i rritët ka hik petlla në përgjigje. kështu vedi, egzagjeroj, pastaj mërzite, me po i... Rriu. Hec hik. Okej. Atëre, shëndete. Unë do të marr, që do të marr? Do të pim këtë antibiotikun se jam për akne, le t'i thirim kështu edhe përbëve. Është kjo, po marr këto, që tipo çdo 15 ditë do të marr 3. Kjo është e fundit e mami. I ke marrë 2 pakën? Po, Po, kjo është. kam këto, pra nuk është se më kanë hik gjitha. A sa? Quindi vabbè, tani do ta marr në orën 7, por do dalim edhe nuk dua të harroj. Që ma shumë se ata do të marr edhe ujti me vete, nuk i thekej, vabbè, nise. Ka, Këtu. ka shumë. Vabbè, ta marr tani se mos t'i marr me vete. Shëndet. Madonna, jemi ftofur të trija. Do e marrim me vete? Po jemi se pim tjetër, mos bajmë. Vejtë. Shëndet. Okej. Edhe mbas disa orë, mbas që kam bërë, do të thonë kam hërë darkën, edhe çdo gjë do të marr një antibiotik tjetër, se është, ku është këtu. Se janë, no, që janë të mamit, ishin këto, ku janë? Sa? Jo. Po. Do të marr këto që janë fermenti lattici, kur mund ta marr edhe kur Kjo shem nga shihemi. shtëpia. E di, më fati ka po. Do e marr kur të arrim tu tek hoteli. Infatti, ne, çdo herë që unë edhe motra kemi këtu të Kate në Tiranë, kemi qëndruar çdo herë tek apartamenti kur këtu në hotele. Edhe na pëlqen shumë sepse intanto drita është super e bukur. Pastaj është e vogël, jemi të trija këto që e fingjim. Vabbè, già shikoni rumujen. Është e parë për ne këto. Për mamin jo. Mami jo parë këtu me babin. Po, si që kemi thënë edhe përpara. Këtu kemi our panorama, lulet e tona, që do i vejmë edhe të shtëpia jonë lulet, sepse mungojnë edhe janë super të bukra. Besoj që tani mund dalim, sepse mos bëhemi ma vonë, se unë pastaj do editoj këtë video edhe do e publikoj nesër. Quindi, hajdni, marrim telefonin, edhe ora është 6:45 minuta. Ta mbyllim derën këtu se ka shumë zhurmë. E basta. Atëherë unë mora shkallët, më do po marrë ashensorin, tani t'i presim. Shifimi pastaj. Si, më vërtet. Ja takuam edhe doktorin, më mbrëma, u love. Mirë, shumë mirë. Si të kam? Do jeni sot për dark tek neve. Se kemi një dark këtu neve, ka një influencer italiane që... E pam në... Atëre, dolem, ka pak zhurmë, për regjistrojmë pak me telefonin e Lenit, edhe takuam doktor Skerdin aty, tek hoteli, e takuam, edhe na ka ftuar për dark aty tek hoteli që... Do bëjnë një special cena. Një special dinner. Se është një influencer italiane që është bërë shumë famoze. Ajo që pam përpara. Po, quhet Maria. Edhe gatun shumë mirë, edhe ka ardhur këtu te klinika. Edhe sonte do gatuaj jo, edhe do shkojmë edhe neva. Edhe do të provojmë gjërat që do të gatuaj ajo. Mezi po presim. Unë nuk ha do të asgjë, po do rri aty. Por do i provojmë, unë edhe Leni do të provojmë edhe për ty edhe për babin edhe unë sidomos. Jo, di qa piva nuk pa. Hey, what's up? Veni, ciao. Ciao, Prince. Ciao, come stai? Bene? Come stai? Bravo. Ka ishit ju? Ndeshe. Komplimenti. Kalofshit mirë. Edhe ju paqim.
është ora 8:47 minuta. Jemi vonë gati 20 minuta. Hajde. Hajde. Ikim? Tani po shkojmë poshtë. Outfitet, tregoni outfitet. Mami? Kartën e kemi marrë? Po e kam. Okej. Jeansat e Zarës që kam bler dje. Këtë trikën e Zarës po e kam nga 2-3 vite. Po është super e bukur. Po është Edhe çantën. Çantën e gocave. Takën. Edhe sandalet i kam bler për 18 vjetorin e kushërirës, çunit kushërirës burrit. Edhe kaq. Ndërsa unë kam këtë body që është pak i vogël, nejse. Pastaj kam këto parashut nga Zara me Queen çantën, pastaj telefonin, aparatin. Pastaj kemi ele. Unë jam me shkrejt Zara, body, kështu. Pastaj këto pantallonat elegante. Edhe Me çantën. Queen edhe çantën. E mamit. Hajde. E mamit, po. Gjëra të thjeshta. Mama, ti dukesh që ke marrë diell sot. Nuk e di, marr diellin. No, s'ke marrë diell. Jo, Si u ke lyt ti, dukesh që ke marrë diell për in senso buono. Sepse është një make-up që ti bën kur ka... Shkem tash. Po. Është pak i pis. Kretor, tu basta. Buonasera. Guarda chi c'è. Buonasera. Buonasera. Delle piccole influenze albanesi in Italia che ti conoscono. Prima la nonnina, perché sei giovane. Per Juan Marino. Signora, mi ha dato il sono quasi magico. Facciamo una cosa perché loro... Se pica già. Vai, nonna, vai. Atëherë, është ora 11:57 minuta, ne sa arritëm tek hoteli. Tani do lajm fytyrën, unë do editoj edhe videon që juve po shikoni në këtë moment, unë po editoj tani. Edhe sepse nesër na pret një ditë super po, kemi shumë gjëra me bërë dhe do e shikoni me një vlog tjetër. Shpresojmë që kjo vlog ju ketë pëlqyer. Po, vi këtë pëlqyer, bëj një like, një subscribe, një follow në Instagram edhe në TikTok. Keni linku poshtë tek infoboxi, neve ju puthim, ju duam shumë, edhe natën e mirë për ne, edhe ditën mbar për ju. Bye, Paqim! natën.